Personi që shihni në foto është Klodian Kallo, autori dyshuar I plagosjes së 34 vjeçarit Eugene Hamayezi në mesnatën e 26 majit në rrugën Aleksandër Mojsiu në kryeqytet. 31 vjeçari Kallo është shpallur në kërkim së bashku me Gjergji Lleshin dhe Lulzim Mejdanin, që dyshohet se ndihmuan atë në realizimin e ngjarjes. Nga hetimet e policisë së Tiranës, konflikti mes Klodian Kallos dhe të plagosurit Eugene Hamayezi erdhi për shkak të një makine me vlerë 30.000 euro. Dyshohet se 34 vjeçari Hamayezi I kishte marrë një automjet autorit dhe nuk I kishte dhënë parat. Për këtë arsye, ditën e ngjarjes Klodian Kallo I ka shkuar tek lokali 34 vjeçarit së bashku me 2 miqtë e tij, gjithashtu të shpallur në kërkim dhe pasi kanë debatuar, e ka plagosur në këmbë me armë zjarri. Eugene Hamayezi vijon të jetë në spitalin e traumës, ku është nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Vetë 34 vjeçari nuk është një person I panjohur për policinë, I arrestuar më parë për trafik klandestinësh.